A të ka ndodhur ndonjëherë që dikush të qesh me ty dhe zemra të bëhet e vogël? Po, Lina. Sot thash një fjalë gabim dhe një djalë filloi të qeshte me mua. E di, Zeidi, kur dikush të përqesh, nuk dhem vetëm fjala. Dhem mënyra si të bën të ndihesh para të tjerëve. Unë desha t'ja kthej. Desha t'i them edhe unë diçka të keqe. Kjo është ndjenjë normale kur lëndohesh. Por zemra e fortë nuk hakmeret. Zemra e fortë ndalet, merr frymë dhe zgjedh fjalën më të mirë. Po pse unë duhet të flas bukur kur ai flet keq? Sepse edukata jote tregon kush je ti, jo kush është ai. Allahu na mëson në Kur'an që të mos përqeshim të tjerët, sepse askush nuk ka të drejtë ta ul vlerën e një zemre tjetër. Po nëse ai vazhdon të përqesh? Atëhere nuk duhet të rish vetëm duke hesht. Mund të thuash qetë, mos më përqesh, kjo më lëndon. Pastaj largohu dhe tregoja një të rrituri që ai të ndihmoj. Pra nuk është dobësi të kërkoj ndihmë? Jo, Zeidi. Dobësi është të lëndosh të tjerët për të dukur i fortë. Të kërkosh ndihmë me edukat është veprim i mirë dhe guxim. Po nëse më vjen turp që gabova? Të gjithë gabojnë kur mësojnë. Gabimi nuk të bën më pak të vlefshëm. Përkundrazi, ai tregon se po përpiqesh. Dhe Allahu e do zemrën që mëson dhe përmirësohet. Atëhere, herën tjetër nuk do t'ja kthej me përqeshje. Shumë bukur. Mund të përgjigjesh me qetësi, të ruash edukatën dhe të mos lejosh fjalët e këqija të ndryshojnë zemrën. Tani e kuptova. Nëse dikush më përqesh mua, unë nuk duhet të bëhem si ai. Pikrisht. Vlera jote nuk bie kur dikush qesh me ty. Vlera jote rritet kur ti zgjedh durimin, fjalën e mirë dhe sjelljen e bukur. Subscribe për mesazhet e ardhshme dhe le ta përhapim së bashku një të mirë.